أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm për Tij kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahut jemi falendërues për çdo mirësi dhe begati me të cilën ai na furnizon dhe na nderon në vazhdimsi. Ati i drejtohemi me madhërim, ati i drejtohemi me lutje, sepse ai është i vetmi që meriton një gjë të tillë. Pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është shëmbëltyra e vetme për ne. Prandaj duhet të ndjekim gjurmët e tij dhe hapat e tij në çdo gjë që e mësojmë prej tij, dhe në çdo gjë që na transmetohet prej tij dhe e dim. Ndërsa ato që nuk i dim, e lutim Allahun Azza wa Jall që na i mësoj, ato të cilat gabojmë na përmirësoj dhe të na udhëzojnë rrugën e drejtë. Kemi fol herën e kaluar rreth hyrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, dhe kemi përmend se si pejgamberi alaihi salam e çliroi këtë vend të shenjtë, këtë vend madhështor, e çliroi në një mënyrë madhështore, duke e shfaros shirkun nga ky vend i shenjtë, një vend i pastër në të cilin nuk ban asesi të depërtoj dhe të hyj shirku, po ja që njerëzit me ndjelehtë të mashtruar nga kandjet e tyre dhe shejtani e bin punën edhe deri në atë pikë që vendi më i shenjtë, më i pastër të fliqet me punën më të poshtër edhe më të ulët, në këtë rast shirkun. Sepse nuk kanë fytyrë tokës vepër më të fliqët edhe më të ulët, edhe më të poshtër se sa t'i bësh shok Allahut Azza wa Jall, se sa t'i japësh përparësi dikujt përveç Allahut fuqiplot, ta adhurosh dikë tjetër përveç Allahut fuqiplot. Prandaj njerëzit mund të vinë edhe deri në këtë drejgje, pra. Një vend të pastër, një vend të çiltër, me ndot në atë formë. Mirë po janë robërit e Allahut, gardianët e këtij dini, gardianët e ata të cilët e mbrojnë fenë e Allahut Azza wa Jall dhe fjalën e tij, dhe mundohen ta pastrojnë atë fe dhe atë fjalë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu që gardianët e tillë do të vazhdojnë të jenë ekzistent deri në ditën e Kiametit. Dhe ka thënë se një grup nga ummeti im do të vazhdojnë duke e shfaqë të vërtetën dhe duke triumfuar me të vërtetën, dhe atyre nuk do t'ju bëjnë dëm tradhtarët me tradhtitë e tyre e as kundërshtarët me armiqësitë e tyre. Ata do të triumfojnë deri në ditën e Kiametit. Prandaj kjo është një myshdë për çdo musliman, për çdo ndjekës të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu fuqiplot ja u ka lënë derën qel për me qenë pjesëtar, apo me qenë pjesëtar të këtij grupi gardianësh. Dhe pastaj kemi përmend se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyri në Qabe, u fal brenda Qabës, dhe kur doli u tha disa fjalë me kasve. Dhe në fund filloi ajo vala e pranimit të Islamit.
dhe për njerëzit të parë që erdhen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranu islamin, e kemi përmend pra baba i Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj transmetohet dhe tregohet që pejgamberit alayhi salam i vjen një person me rëndësi për me pranu islamin, i cili deri në atë kohë ende nuk kishte hyrë në fenë e Allahut fuqiplot. E sjellën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e çlirimit pra një person me emrin As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Dhe kur e sjellën te pejgamberi alayhi salam për ta pranuar islamin, fillojnë Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu dhe disa tjerë që ishin pranishëm fillojnë me e lavdru këtë person. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "La tu'allimuni bihi." Thot s'kini nevojë ju kujto më tregu për ta, qad kana sahibi fil jahiliya, sepse ky thot në jahiliet, pra në kohën para islame, ka qenë shoku im, ka qenë shoqëruesi im. Andaj me një fjalë pra unë e njoh më mirë atë se sa që e njihni ju, sepse kam qenë në shoqëri me ta. Dhe Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu i thot: "Na'am ya Rasulullah, fa ni'ma as-sahibu kunt." Thot po i dërguari i Allahut, thot sa mik i mirë që ke qenë, sa shok i mirë që ke qenë. Pastaj pejgamberi alayhi salam ja jep një këshill këtij As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib. I thot: "Ya Sa'ib, انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام." O Sa'ib, shiko ato morale të cilat i ke pas në kohën e gjahiljetit, shfrytëzoj dhe kultivoje më tutje në islam. Aqrid dajf, vazhdo pra që ti bësh sajgi musafirve, të na që thënë do thot, ti nderosh musafir, ti japësh ushqim musafirve. Pastaj wa akrimil yatim, edhe vazhdo ta nderosh jetimin, wa ahsin ila jarik, dhe vazhdo të jesh i kujdesshëm dhe i sjellshëm me fëmijët e tu. Do thot këto tri sifate që ky personi i kish pas edhe para se më vonë musliman. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti që do thot mi tregu një sen të mirë që e ka pas në personalitetin e tij, mos ta ndroj tash me hyrjen e tij në islam. Dhe kjo është një realitet interesant që mujna me vret tek njerëz të caktum që mundet mi ndodh dikush para se me udhëzu, para se me fillu namazin, para se mu ka për suneti që shduhet, ka pas sifatet mira. Edhe pasaj kur kalon në islam, vyshkët dhe do thot i hum sifatet e mira. E këshilla është që njeri duhet me u mundu pastaj me vazhdu me i majt. Sepse sa është njeri në gjahiljet, ka pak armiq, veçanërisht shejtanin ka pak ose hiç sulme prej tij. Sepse njeri është në kufër, në shirk, e shejtani smërzitet me ta. Mirë po, kur të kalon njeri në islam, çatëherë do thot fillojnë sulmet e shejtanit. Ka njëherë dikush habitet, thot çka u bë, thot pese anisa me namaz, pese anisa me shku në xhami, mos brapsën punë, që s'po moj tash, s'po më hec puna mirë, ma herët ju më konë ma i qetë, tash po kom probleme ma shumë, ma herët në familje i kom pas punë të mirë, po tash i qetë po kom probleme me grua, me fmi, çka u bë? Po, pa tjetër që kime pas taj probleme, se tash tu kanë shtu do armiq që ma herët si ki pas. Tash i ki kuptu disa kufi që ma herët si ki dit. Tash të pengojnë disa gjana që ma herët si a ki vnu veshen. Ma herët ka ndodhë ka pas, do thot, në familje ndështa veset këqia që ti si ki vrejt se ti e konë qashtu. A kur ja kinis mu falë, kur ja kinis me kuptu fene Allahut Azza wa Jall, që kjo ban e kjo zban, tani mas ne nis njëri mi vrejt shkeljet, nis mi vrejt
do thot punë të këqija. Qashtu njëjtë do thot edhe për ka ana e udhëzimit, pastaj vijnë cytjet e shejtanit, vijnë deri tash s'ki pas kur të lashe do thot me punën e rrezikut. Ndonjëherë tu kanë ngushtu punë, po s'ki pas shumë problem. Pesi ja ke nis më fal, tash si po të ngushtuan pak punë, më një herë po të kap stresi, depresioni, çush mi apo s'm kanë met shumë parë. Pse? Sepse shejtani tash e shfrytëzon këto më të dobësu në fenë e Allahut Azza wa Jall. Që fokusi jot i cili duhet më kushtu ibadetit të nënshtrimit të Allahut fuqiplot, fokusohet pastaj diku tjetër. Andaj çdo vrim që shejtani e sheh mundohet me shfrytëzu. Edhe këtu do thot, shohim dikush ka qenë para se me fillu më fal, para se më udhëzu, ka qenë trim i guximshëm, ka bot të lashe, ka hin të lashe me njerëz, urre me atë kët. Kur hyn në Islam, pastaj do thot preket feja Allahut Azza wa Jall në sy ti, preket suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, preket nderi e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, shahat Allahu fuqiplot edhe ai s'reagon kur gjë. An jahiliet një trop pahirim ja sha nonën a diçka, u bëhe zezdita. An Islam i shahat Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe s'ka kur fa reagimi. Kjo është do të thotë që e mungesa apo humbja e sifateve të mira që njeriu sikur që ka pas në xhahilet do të më vazhdu mi kultivu në Islam, mirë po gjithmonë çdo herë me kufi edhe ashtu që shi rregullon Islami. Jo ta shikon do thotë problematik ka rre njerëz për kur gjë hiç në xhahilet, edhe kur po bëhet musliman tash hala vazhdon me rre njerëz për kur gjë hiç, për dynja. Jo. Tash atë guxim, atë energji, atë trimëri, ruje për hir të Allahut Azza wa Jall, ruje për rrugën e Allahut fuqiplot, aty ku shkelen kufit e Allahut Azza wa Jall, që aty reago, aty ku preket nderi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që aty reago, aty tregoje pastaj guximin e trimnin. Që kjo do thotë është ka e kuptojmë do thotë prej këshillës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ia dha Saibit radiallahu ta'ala anhu, që ato sifate që i ke pas vazhdojmë i kultivu. Se atëherë i ke bo, edhe të kanë shku dëm. I ke nderu musafir, i ke këqyri jetimat, a më të kanë shku dëm. Pse? Se s'ki pas iman. E prej ditët që bo është musliman, tash kultivoje ma shumë, sepse për çdo punë të mirë që e bën, te Allah Azza wa Jall e merr shpërblimin. Pas këtij përmendet edhe një person tjetër që po ashtu e pranoi Islamin ditën e çlirimit, i cili u nis do të thot me një qëllim të keq drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pa pejgamberin alaihi salam të bë tavaf rreth Qabës, edhe u nis drejt tij, edhe në përmendje duke mendu se çysh mja bo, të shkoj ta sulmoj, mos pahiri po muj me arrit me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur t'i afrohet pejgamberit alaihi salam, pejgamberi alaihi salam e vren, edhe i thot e fudale, thot a mos je fudale ti? Thot po, unë jam fudale ja Rasulallah. Thot madha kunte tuhaddithu bihi nafsak? Çka ke thot ty menu diçka në veti? Thot kur gjo, veç kesh ty bë dhikr, ty e përmend Allahun fuqiplot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja nis me kesh, ai thot istaghfirillah. Thot bën istighfar. Thot për shkak të asaj çka menojshe. Pastaj ja vendosi do thot dorën e tij të ndershme në gjoks, edhe për një moment zemra e tij u qetësu. Do thot e shohim që në rastet e tilla pra shejtani e destabilizon zemrën e njeriut. Edhe zemra jo besimtarit nuk është në gjendje qetësie. Ajo është vazhdimisht do thot në gjendje të paqëndrueshme. Edhe kur ja vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dorën në gjoks, atij u qetësu zemra, edhe pastaj e shprehi këtë me gojën e tij,
Tha wallahi ma rafa'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu an sadri hatta ma min khalqi Allahi shay'un ahabba ilayya minhu. Do të ishin aty disa çaste shumë të shkurtra prej momentit kur synimi i tij ish me e likuidu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e momentin që a vendosi dorën në gjoks, thot pasha Allahun, hala thot pa largu pejgamberi sa dorën e tij pe gjoksit, thot vetëse ai u bë më i dashuri i krijesave të Allahut për mua. Thot para pak sekondash ishte menu çysh me vra. Mas pak sekondash ndryshoi gjendja 100%. Ju qetësu zemra edhe ju bë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëri më i dashur mesin e të gjithëve. Edhe ky pra e pranoi Islamin sinqerisht para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do të thotë në takimet e kaluara kemi përmend disa persona që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dhënë urdhër që nëse këta i takoni, atë kushdo që i vret s'ka nevojë as ta shpaguj gjakun e tyre, as dhe gjaku i tyre është i pavlerë. Kështu që ju leju çdo kujt që nëse i gjan këta personat me i vra. Çka ndodhi me këta 10 persona? Disa prej tyre dohen kish që ishin vra, disa tjerë ishin fsheh dhe pastaj më vonë ndodhi që e kishin pranuar Islamin. E ne do t'i përmendim do thot me radhë se çka ka ndodhur me secilin prej tyre. I pari ish Ikrima ibn Abi Jahl, pra Ikrima djali i Abu Jahlit. Abu Jahli e dim do thot ish faraoni i këtij ummetit, ai që do thot i kish shkaktu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muslimanëve dëme të mëdha, është shqetësime marramendse. Dhe në ditën e çlirimit të Mekës e kemi përmend që Ikrima shkoi do thot me një grup ushtarësh që mos po mundën do thot me u kundërvu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe aty u përballën do thot me garnizonin e Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu. Edhe kur psoi humbje Ikrima, iki prej Mekës, shkoi në Gjidde. E mori do thot kalin e tij adeven që ka pas, edhe u nis drejt qytetit të Gjiddes, që njihet sot Gjidde. Atëherë kanë quajtur Gjudde. Tash njihet si Gjidde. Shkoi atje edhe i hypi anijes, mirë po sa dalin në deti, vjen një fortunë e madhe dhe njerëzit që ishin në anije ja nisin thot mu frikua dhe mi thënë njëri tjetrit akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an ha huna. Bëhuni të qiltër edhe të sinqert me Allahun azza wa jall, sepse zotrat e juj që tu në çdo vend s'ka mundësi mi u bë kur çdo dobi. S'mundën mi u pështu. Andaj ta shkoj kamet në fund, domethënë, kjo ka qenë ves i mushrikëve domethënë në atë kohë. Që kur kanë shkuar me një far pozite që s'ka pas kur far zgjidhje vetëm mi ndihmu Allahu azza wa jall, çfarë ja kanë nis, do thot lutjet e tyre me ia drejtu veç Allahut fuqiplot. Çfarë ja kanë nis do thot me praktiku tamam çu duhet tauhidin. Veç kur i kanë ngushtu punë, veç kur i ka kap tuta. Edhe ka nis do thot të fol me njëri tjetrin, bëhuni të sinqert se për ndryshe s'ka pështim. Kur i nin këto fjalë Ikrima, thot wallahi la in lam yunajjini min al-bahri illa al-ikhlas ma yunajjini min al-barri ghayruhu. Thot pasha Allahun, nëse ndeti nuk më pështon kur gjë tjetër përveç ikhlasit, sinqeritetit, atëherë tha as në tokë s'mundet më pështu diçka tjetër përveç ti. Edhe aty e bani një dua, ja drejtoj Allahut azza wa jall, në momentet e frikës, momentet kur mos po dihet a ka më pështu ajo. Tha Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaytani mimma ana fihi an atiya Muhammadan hatta ad'a yadi fi yadihi fala ajidannahu afuwan karima. Tha o Allah,
nëse ti do thot më premton që kimu më shpëtu nga kjo gjendje ku jam unë sot, atëherë ka më shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot ka më alshu dorën tëme në dorën e tij, e shpresoj thot jam do thot shumë i bindur që ka më gjet njëri falës edhe do thot kerim, fisnik. Pra në këto momente kur ish në pyetje jeta ati, ai e bani që dua që nëse pështoj për qëtu, atër po të premtoj që të sen ka me bo. Edhe ashtu deshi Allah Azza wa Jall që Ikrima pështon prej në saj fortune me njerëzit që ishin në anije, edhe me njëherë do të merr rrugë drejt Mekës. Të shku kur i afrohet Mekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vjen do të shpallja dhe i thot shokëve të vet, thot yatikum Ikrima ibn Abi Jahl mu'minan muhajira. Thot është i ardh Ikrima i biri Abu Jahlit si besimtar muhajir. Besimtar muhajir. Andaj thot fala tasubbu abahu. Prandaj thot mos gaboni me e shajt babën e tij, Abu Jahlin. Fa inna sabba al-mayyit yu'dhi al-hayya wa la yablughu al-mayyit. Thot sepse kur dikush e shan një të vdekur, vetëm ka me ngushtu edhe me ranu të gjallin, ndërsa të vdekurit e shamja s'ka me shku. Do thot, kjo ish një logjike thjesht, një logjike shëndosh. Pse ki nevoj me e shan një të vdekur? Ajo është i vdekur, e shamja jote s'ka me shku ati. Po çka ka me ndodhë për kësaj? Veç ata shkën gjallë, ki mundësi me ranu. E nëse është fjale që ai i gjallë është musliman, atëherë pse me rëndu një musliman? Prandaj i tha sahabëve që ta kenë kujdes, do thot Ikrimen, kur janë pranit ti, mos të flasin keqe, mos të shajnë Abu Jahlin. Se ka mundësi i vjen në rënë për babën e vetë. Kjo është, do më thënë, moral madhështor për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fillimisht njëherë Ikrima para një ditë e dy e vendosin në listën e kujt, në listën e persona që nëse i gjeni, likuidoni me njëherë. S'ka falje për ta. A momentin kër e ardhë shpallë që po vjen Ikrima, musliman, edhe muhajir, atë ndryshoj gjendja krejt. Qështu do të më kënë muslimani kërshi muslimanit. Pa marë parasysh se çka ka bo në kohën e gjahiljetit. Pa marë parasysh se çka ka bo në një kohë kur sukon në fetë Allahut Azza wa Jall. Nuk duhet më ja përmend. Nuk duhet më ju kap për aty. Mirë po duhet me llogarit sikurse ky është një person i ri. Nuk është ai i vjetri. Vallai ky ja ka nis tash po falet, e ka shumë njekrën, aty një herë bëj këtë sa ka vjedh dhe sa ka. Më tash ky ka ndryshu. Ky ka hyrë në fetë Allahut Azza wa Jall. Zban më ja përmend ato të kalumet. Sepse ai është më njeri i ri. Është njeri i ri para Allahut Azza wa Jall. Islami i tij ja fshin komplet ato që ka bë. Ti do thot ki pastaj me atë fjalë që thu, ti je më i keq se ai. Po çush bëj adin sa krimin e ka bë. Po ti je më i keq se ai. Se ati Allahu Azza wa Jall me shahadet ja ka fshin komplet. Ajo është sikurse në ditën kur e ka lind nana. S'ka mëkate, s'ka të këqija, s'ka gjunahe. A ti me këtë fjalë që po e thu, e ki gjunahin e këtyre fjalëve, edhe gjunahet e tjera që i ki bo den qatë ditë pe kur i bo musliman, pe cilave si e pendu. Prandaj do të me pas kujdes që çfarë çasti do të me pas ndaj dikuj që është pendu, ndaj dikuj që është kthy në fetë Allahut Azza wa Jall. Dhe kur vjen Ikrima në Mekë, vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para çfarë pritja bën pejgamberi alayhis salam. Kuna djalit të Abu Jahlit, djalit kriminalit më të madh, i cili do thotë dina çfarë tortura që ka bë vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas ne sahabëve të tij sa shumë i ka torturuar, çfarë do thotë
çfarë gjendje i ka pru sahabët. Me gjitha to, po vjen Ikrime, musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po qohet në kam, api thot, marhaban bir rakib il muhajir. Thot, mirë se erdhe, o rakib i thojnë ati që, më shkurt kalorës, mune me thënë kalorës, mirë se erdhe, o kalorës muhajir. Thot, pëpret, po qohet në kam për ta, edhe pëpret me marhaban, mirë se erdhe, me mirë se ardhe pëpret, edhe pi thot fjalë lavdate. Pa mendoj do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse tash ish në gjendje fuqie, tash ky e kish domethën atë pushtetin, me gjithë ata nuk pekursen butësinë e tij, nuk pekursen mëshirën e tij ndaj një personi të tillë. Që edhe baba i vet ka bë krime, po pastaj mas dekës babës tij, ky ka bë krime. Ama çush i ka thënë sahabët tjerë, innal islama yajubbu ma qablaha. Islami i fshin ato që kanë qenë më herët. E ky do thotë është një koncept madhështor që musliman do të më pas parasysh. Edhe hadith pra Ikrime e pranon islamin dhe ja jep besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkon kok ulur me marrë, duke ngurru, duke të i pas parasysh ato që ka bo më herët, i afrohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me turp i thot, ja Rasulullah, istaghfir li kulla adawatin adajtukaha. O i dërguari i Allahut, thot, kërko falje të Allahut për mu, për çdo armiqësi që ta kam drejtu ty. Au mawkibin awda'tu fihi uridu fihi idhar ash-shirk, apo ndonjë do thot marshim, ndonjë luftë që kom bë, me të cilën kom synu me e ngrit shirkun. Kom synu, do thot, me e madhru shirkun. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kursen lutjen e tij, më një herë thot, Allahumma ighfir li Ikrimah kulla adawatin adaniha au mawkibin awda'a fihi yuridu an yasudda an sabilik. Tha, o Allah, falja Ikrimes çdo armiqësi që ka drejtuar ndaj meje, apo çdo marshim, çdo sulm që ka bë, me të cilin ka synu me e pengu fen tënde. Të thot, këtu kemi mirësi mbi mirësi, moral mbi moral, mirësjellje mbi mirësjellje. Fillimisht për thot sahabë këqyr, mos folni keq për baban e tij. Runja do thot ndjenjat Ikrimes. Pastaj po qohet në kam, pastaj pi thot mirë se erdhe, e pelafdron me fjalë të mira, edhe në fund, ekstra kësaj, edhe po bën dua për ta. Kjo është moral madhështor. Të thot, moral që mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as para ti nuk e ka arrit kërkush, edhe nuk e ka shpreh kërkush, edhe s'ka mundësi den kiamet dikush me pas një moral tillë. Pra, pastaj me gjitha këto fjalë, duke i pas parasysh gjitha këto morale, ku po mesin ato fjalë të tulli njerit ullët e të poshtër, i cili bën tulli çfarë mrapshtihane, bën tulli çfarë fliqtihane, me gjitha to guxon goja e tij, gjuha e tij me fol një fjalë kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Guxon gjuha e tij me fol një shprehje që nënçmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E këtë e bën veç dikush që nuk e ka njoft. Veç dikush që se ka lexuar historinë e tij. Se po lexon, atë ndryshon gjendja. Po njohën, pastaj kanë me qenë sikurse ata që para pak sekondash deshten me vra, mas pak sekondash veç u bo njëri më i dashur për ta. Ama vetëm ato mendje të prishta, ato zemra të smuta arrin që me fol edhe me një lloj nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ikrima radhiyallahu ta'ala anhu,
të cilin pas islamit ti më i themi radiyallahu ta'ala anhu. Me gjithë krimet që ka bo, ai është më i mirë se çdo kush tjetër pas sahabëve. S'ka dikush që mundet me ja kalu Ikrimës radiyallahu ta'ala anhu, që ka ardhë mas sahabëve. Një pluhur që e kanë thith sahabët në të njëjtin vend me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është mira herë më i vlefshëm edhe më i çmuar se sa i gjithë gjaku që ka derdhet pej kujt do qoftë mas sahabëve. Sahabët nuk krahasohen me kërkon. Hiç me kërkon. Po as ban hoxh për shembull Imam Ahmedi rahimahullah, do të thonë të në sakrificë ka bën për duke mbrojtur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as ka qenë më i mirë se Ikrime, i cili të në të armiqësia ka bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo. S'ka. Çdo kush i cili quhet sahabe, kushdo që vjen pas tij bjen. Këtu e shohim atë poshtërsinë edhe fliqtinën që kanë Shiat, la'natullahi alejhim. Shiat të cilët, do thot, me pa kur farmare, qohën folin keq kundra sahabë. Qohën i bëjnë tekfir sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qohët tëli qëfar baloshi, i cili s'monet me dalu djathën për të majtës, nuk din me fol gjuhën e nanës dvet mirë, qohët fol kundra sahabë. Qohët e shanë Muawiyun radiyallahu ta'ala anhu. Sepse Muawiyu është e farë dera për të sahabët. Kush do që donë misha sahabët, mas pari janis për Muawiyut radiyallahu ta'ala anhu. Kapën të aj. Si të thejnë personalitetin e Muawiyut, atër priti si kanë me mri deri të nderi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur do që e nini dikon, e shihni dikon që ka bën një shkrim, ose diku flet sa do pak për dikon për sahabëv. Thot për shembull filani për sahabëv se ka kuptu dinin, sikur që kanë bë, do thot këta ndjekësit e ehlu ra'it, ndjekësit e imamit ehlu ra'it, që ka thënë se Ebu Hurajra se ka kuptu mirë dinin. Enes ibn Maliku ka thënë fetva për mendjes vet në fund të jetës. Kushdo që fol, sa do pak një fjalë që e zbret, pak e cënon derin e një sahabijut, ai s'është ehlu sunne. Është bidatxhi. Është njeri që ka mallku Allahu azza wa jall. Andaj kini kujdes për tënve. Kini kujdes për tënve, kushdo qoftë, sa do i madh që është. Po çush me hoxhaj është hoxh shumë i madh, dietar shumë i madh, kush ka thënë ti që është dietar? Po i kena një të thënë që filani është dietar. Po si të nin që ka fol ndaj dikujt për sahabë, s'ka dietar lëk të aj. Nuk ka dije të aj. Njeri tillë s'ka dije. A që s'din që shme respektu sahabët, s'ka dije. A është njeri poshtër, njeri i ult. Smerët për ti dija. A nëse transmeton komplet dije në njerëzimit, për ti smerët kërgjo. Se ka cënun derin e një sahabijut. Allah fi ashabi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë, kini kujdes Allahun të shokët e mi. Sepse edhe nëse dikush për jush, harxhon rrugë të Allahut, sa kodra Uhudit ari, nuk i afrohet, nuk i afrohet as një gjys grushtit të tënve, që ka me thënë, mill që e kanë dhënë në rrugë të Allahut azza wa jall. Jo ari, po grun, elb që e kanë dhënë në rrugë të Allahut azza wa jall. Andaj, kërkush nuk krahasohet me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ikrima radiyallahu ta'ala anhu, i cili me gjithë se qa kish bo para islamit, mas ju bo musliman, pastaj e dëshmoj islamin e ti, edhe mori pjesë të thot në për luftra, edhe në fund Allah azza wa jall e nderoj me shahidlëk në luftën e në betejën e Gjnadin, në khalifatin e Ebu Bekrit radiyallahu ta'ala anhu. Allahu qoftë i kënaqur me Ikrimen dhe e mëshiroft. Pastaj për persona atje që e kena përmend në listën e 10 me thënë kështu listën e 10 të preashtuarve,
ka qenë Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, të cilin e kena përmend do thotë se ka qenë njëherë u bë musliman, edhe ka ardhur deri në atë pikë që ka qenë shkruesi i shpalljes, si lloj sekretari. E ka shkruajtur shpalljen që i ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po pastaj ka dalë pe islamit dhe u kthy ka shku te Mekasit. Edhe ky ka qenë i dyti në listë për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk falet. Dhe masi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliron do thot Mekën, edhe ky merr vesh që pejgamberi alaihi salam nuk ka me falë, gjaku i tij ka me shku së koti, ai shkon edhe fshihet. Ai shkon Uthmanit radiallahu ta'ala anhu Tinza, të cilin e ka pas vlla prej Qumshtit. Ka qenë vlla i Uthmanit prej Qumshtit. Dhe kur u qetësu gjendja, domethënë u qetësu njerëzit, shkon Uthmani radiallahu ta'ala anhu, merr garancitë e pejgamberit alayhis salam për këtë person dhe ja sjell pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thot ja Rasulullah, thot pranoja besën Abdullahut. Kjo ka qenë Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Thot pranoja besën Abdullahut. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç e ngrit kokën, e kqyr kush është, edhe e ul kokën. Nuk ja kthen kurrë përgjigje. Ai thot për zyti Uthmani, apet për janë një. Për streti, apet një. Herën e katër kur ti thot, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranon që mja dhënë do thot mja pranu besën e tij, e pastaj largohet do thot ai me Uthmanin radiallahu ta'ala anhu. Masi të shkojnë ata dy, pejgamberi alayhis salam i drejtohet sahabëve që ishin prezent, i thot: "Ama kana fikum rajulun rashid yaqumu ila hadha hina ra'ani kafaftu yadi an bai'atihi fayaqtulahu." Thot as pati dikush një njeri i pjekun mesin e juj që mu qu, kur më pa që desha mi azgat dorën për bes, mu qu edhe me e vraket njëri para se unë mi adhen besena, edhe sahabët mesin. Thënë, ja Rasulullah, thët, nuk e ditëm, veç sikur të në këshëbone me shajnë diçka, me sytë në këshëbo, thët, në thët s'kishëm prit. Atëherë pejgamberi alayhis salam i thot: "Innahu la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatul a'yun." Thot nuk i takon një pejgamberi që me pas tradhti sysh, do thot me bë diçka që thënë mas sysh fshehtazi. Anë vesh ja bë nuk ka ashtu te pejgamber. Pejgamber do të më kon njerëz të drejtë për drejtë të çiltë. Mirë po do Allahu azza wa jall që ky Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh e pranon islamin, pastaj përmirësohet islami i tij, bëhet burr i mirë, edhe tregon koxha do far çndrime të lavdrueshme në jetën e tij deri kur vdes. Edhe do Allahu azza wa jall që në mesin e çlirimeve islame, ky tregon do thot trimëri, edhe në dorën e tij madje çlirohet Afrika, një pjesë kontinentit të Afrikës që kanë qujt ka qenë si shtet që kanë qujt Afrikë. Çlirohet pra në dorën e tij. E ky vdes do thot në vitin 36 të Hijretit. E përmend Beghawiu në sirën e këtij personi, thot që në fund të jetës tij kur shkon në Ramla, një katun do thot, në namazin e sabahut, ky Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bën dua, thot: "Allahumma ij'al akhira amali as-subh." Thot Allah, bën veprën e fundit timen që të sabah. A thot merr abdes, e fal namazin e sabahut, edhe në fund namazit thot jep selam krahun e djathtë, edhe kur bën selam, kur bën me dhën selam krahun e majt, veç Allah azza wa jall ja merr shpirtin edhe vdes në këtë gjendje. Do thot do Allah azza wa jall që i tilli me mu rikthyn në islam për zdyti, edhe me
do thotë me pas një islam të mirë e me vdek me përfundim të mirë. Personi tjetër i treti ish Miqyas ibn Subaba, të cilin e kena përmend se ai personi që ja kishin një ensari ja vret vllaun. Ky ka qenë musliman, ka qenë në Medinë. Një ensar ja vret vllaun gabimisht me një betejë. Ky çohet pse ja japin atë shpagimin me parë, megjithatë çohet shkon edhe merr hak. Pe aty pastaj ik bëhet çafire e shkon në Mekë. Përfundimi i tij është në kufër dhe shkojnë do thotë kur ndodh etollovia i flukën disa musliman shohin e gjojnë këtë në treg diku, shkon dikush i mshon shpata dhe vret. Pastaj tjetër ka qenë Abdullah ibn Khatal, të cilin e kena përmend se ai personi i cili kur i çon pejgamberi alayhi salam diku me marr një sadaka pe dikujt, një zekat pe dikujt, gjatë rrugës ta kanë një shërbëtor të vetën, ky shkon bashkë me një ansari, edhe i thënë atij shërbëtorit me akry një punë dhe s'ja kryen ç'sh duhet, s'ja përgatitur ushqimin ç'sh duhet, ky çohet e vret atë shërbëtorin, se i ka qenë musliman. Edhe masi e bën këtë krim, del pe islamit, bëhet çafire e shkon në Mekë. Ky ka qenë do thotë Abdullah ibn Khatal. Këtë person pra kur hyn ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë, e gjojnë të çabja. Edhe i shkop për ato far perdet e çabës. Ato far pëlhurat me të cilat e mlojnë çabën, i shkop për to që t'ju mundu me kërku, do të thotë gjoja se mbrojtje, në këtë rast unë jam të çabja, zguxoni më myt të çabja. Dhe vin i thën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka mi bë këtij Abdullah ibn Khatal. U ka për murët çabës. Ti ke thënë doën që mos me, do thotë s'kemi nevojë me fal, ku ta gjini mytën po të çabja çka mi bë. Pejgamberi thotë me gjithë ato thotë vritne. E shkon Ebu Barza al-Aslami radiallahu ta'ala anhu e vret që aty do thotë të çabja. Pastaj ka qenë Al-Huwairith ibn Nuqaydh, i cili ke përmend se ka sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me poezi. Ka qenë sikur se këta dreçnit e mediave sot e ka sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me poezi, këtë do thotë vret Aliu radiallahu ta'ala anhu atë ditë, do të njëjë nxan edhe e vret. Pastaj ka qenë Habbar ibn al-Aswad, i cili kanë përmend se e ka u bë shkaktar që Zejnebja çika pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me abortu. Ditën kur ka dalë ajo prej Mekës, ky shkon i mshon devës së saj, ajo bjen në tokë dhe aborton. Ky në ditën e çlirimit ik. Fshihet edhe ik, që mos më nxon musliman. E pastaj më vonë shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, atje pranon islamin e bëhet musliman i mirë. Pastaj ka qenë Hind bint Utba, gruaja e Abu Sufjanit, e cila ka masakruar Hamzën radhiyallahu ta'ala anhu. Ka qenë listën e atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka fal. E kënë ditën e çlirimit të Mekës është fsheh që mos me gjet musliman, edhe mas ne kena me përmend detajisht, mas ne pranon islamin fshehur azi. Po pak ma vonë sonte ose në takimin tjetër kena me përmend rastin e saj. Pastaj ka qenë Sara, shërbëtorja apo shërbëtorja e familjes së Abdul Muttalibit, e cila e ka marr misionin e Hatib ibn Baltaas për me çu letrën në Mekë. Kjo në ditën e çlirimit Mekës fshihet atë ditë mos me gjet musliman. Pastaj dikush kërkon garanci për ta te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa mas ne ka mos pajtime apo bo muslimane apo ka vdek si çafire. Në listë kanë qenë edhe dy këngëtare të Ibn Khatalit, që Abdullah ibn Khatal, që e përmend se kanë vrarë të çabja, ai ka pas ekstra dy këngëtare. Përveç do thotë vetë që ka sulmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me poezi, ka pasur dy këngëtare, të cilat kanë thurr këngë e poezi
në sulm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thënë më shkurt e ka pas një media empire, pra një biznes të media kjo ka pas. Se në atë kohë ka pas televizora, telefona, kësi gjana, ama rolin e medias e kanë lujtë qëta, që kanë shkip propaganda, sana me poezi, me këngë. Edhe ky ka qenë njeri i tillë, ka pas, do thotë, edhe dy këngëtare që kanë lujtë këtë rol. Përmenet, do thotë, për këto dyja se njëna prej tyre ka ik, e tjetra është kërkuar për të garancitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj ka pranuar Islamin edhe bë musliman. Dy persona kanë qenë, do thotë i 11 e 12 që janë jashtë listës, që disa kanë përmendur se edhe për këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se nuk falen, Wahshi ibn Harb edhe Ka'b ibn Zuhair, për cilët kanë më përmend inshallah më vonë se çka ka ndodhur me ta. Do në ngjarje pak më detajzuar. Kur ndodhi çlirimi i Mekës, banorët e Medinës, të cilët do thotë që 8 vite ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ju ofruan muhaxhirëve muslimanëve, do thotë të Mekës që bënën hijret, ju ofruan mbështetje, ju ofruan Islamit mbështetje, edhe u bën shtylla e fuqishme e Islamit, dhe do ishin një përkrahje e fuqishme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata çka po ndodh? Po vjen dita kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peshliron Mekën. Pejgamberi alayhis salam peshliron Mekën, vendlindjen e tij, atë dheun e tij, ku i ka pas domethënë babë babgjysh, aty i ka lind prindit, i kanë lind. Zot, tash për banorët e Medinës ja nisi pak një far brengë më u ngjall në zemër. Tash no e kena parasysh, domethënë mas ne çish ka rrjedh historia në pikat përgjithshme. Mirë po për banorët e Medinës ajo ditë ka qenë shumë ditë brengosëse. Çka do të ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tash? A do të na lan neve pejgamberi alayhis salam mu kthyn vatanin e tij në dheun e tij apo çka do të bën? Edhe ja nisën do muhabeten mesin e ensarve. Ja nisën të thonë أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته أترون إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها. يعني سنتثن بتشتاش كتنيري دثر بيغاميري صلى الله عليه وسلم إكاكوب نفرلد تاش نفرلد مال داشنية për venin e vet që 8 vjet se kanë aty. Edhe tash një farë butësie për akrabat që i kanë Mekë. Tash, çka po menoni do thotë kur Allah azza wa jall ja çliroi vatanin edhe venin e tij. Çka po thoni? A ka monal këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E nisën çto muhabetin me çarkullun mesin e ansarëve. A kjo është një breng shumë me thonë kështu logjike. Shumë logjike. Ata kishin gajle edhe pastaj ish e dhimbshme në të njëjtën kohë. Thotë jemi të folë për një person që kur ka ardhur në qytetin e Medinës, ju ka ardhur këtu në qytet, ka ndryshuar Medinja komplet. Është që she përshkruan Enes radiallahu ta'ala anhu, Medinja ka ndriçuar. Për ato disa kanë thënë el Medinatul Munawwara, Medinja e ndriçuar. Pse është ndriçuar? Me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë pas mesin e tënve, në mesin e shtëpiave tënve, në rrugë të tënve, një njeri që sa herë kanë pa, ju ka dokë sikur se po shkëlqen hana. Një njeri i cili, sa herë këta kanë pas një problem, ju kanë drejtu ati. Sikur ka qenë baba i tënve i madh. Edhe 8 vite pikalojnë me ta. Ardhen tëra të sulme ja banën Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u çun mbrojtjet Medinës, bashkë me ta, krah për krah me ta. Çdo problem që e kishin, i zgjidhshin bashkë. Një smuj, një diçka, aty ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një namaz bashkë me ta. Edhe tash mas 8 vite, e nisën më merakos që a do të na largohet
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A do të na largohet ai far, do thot baba jon shpirtëror. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në anën tjetër i zbret shpallja. I zbret shpallja, Xhibrili alayhis salam vjen i tregon që kështu këto fjalë janë ka i folin ensart. Ai thirr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë ja ma'ashara al-ansar. O ju ensar thotë. Thënë labbaika ya Rasulullah. Po të përgjigjem e i dërguari i Allahut. Dhe shkojnë të bohen. Thotë kultum amma ar-rajulu fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi. Thotë a janë çdo fjalë që i keni thënë ju se tash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka kap ajo fal dashnia dhe malli për katunin e vet, për qytetin e vet. Thënë qad kana dhak. Po i çashtu do fjalë, po guxojnë bash drejt për drejt mi thënë që po çashtu kena thënë. Pa çashtu do fjalë janë sjell. Thot kalla. Thot jo kur. Inni abdullahi wa rasuluh. On jam i robi Allahu dhe i dërguari i tij. Hajartu ila Allahi wa ilaykum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Thot unë kum bo hijret tek Allahu dhe tek ju. Andaj thot jeta ime është me jetën e juj edhe vdekja ime është me vdekjen e juj. Edhe kur i dëgjojnë këtë fjalë ensart dihet më aty çfarë panorame mundesh me përshkru. Një gjithë ato brenga që mërzi që mos po na largohet më i dashuri janë, ata shpinin këtë fjalë prej tij. Tash aty don emocionet përzime, dashurie, emocione malli, ajo frika që na u paraqit u largu. Ja nisin të i thënë, wallahi, ja Rasulallah, ma kulna alladhi kulna illa dhinna billahi wa bi rasulih. Të i thënë, ja Rasulallah, pasha Allahun, këto fjalë që i kemi thënë, i kemi pas veç prej kooperacis që e kem ndaj Allahut të dërguarit ti. S'po kena qef këta dy mana i marrë dikush tjetër. Qashtu që është na kanë ardhë, na po kena qef me qenë këta me ne. Allah Azza wa Jall neve na kanë nderuar me ardhin tënde. Andaj në këtë pikë ja vlen muslimani më kënë kooperac. Për sanet ahiretit din e mirë që kooperacia është moral i ult, morali në nënçmuar, ama që tu është moral i lavdruar. Kooperacia në sanet ahiretit është moral i lavdruar. Kërkuna unë s'kum qef me adhën venin tem në xhennet. Edhe në qoftë djali jam, i biri jam, apo baba jam, apo vllau jam, apo shoku jam më i ngushtë, venin tem në xhennet kërkuna s'kum qef me adhën. Edhe kjo ishte ajo farë bot kuptimi i ensarve. Se sa më afër me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, për ta ishte nder i madh. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u kthej, ju tha inna Allaha wa rasuluhu yusaddiqanikum wa ya'dhiranikum. Allahu dhe i dërguari i tij po ju volosin që jeni të thënë të vërtetën. Dhe këto fjalë që jeni të thënë se e kena pe kooperacis se po ju dojnë a juve, atër këto janë të vërteta. Wa ya'dhiranikum, edhe po ju arsyetojnë. Ato fjalë që i folët, që e keni folë me zveti, se në kanë fjalë të mira, ama po ju arsyetojmë se e keni pas prej mallëngjimit për Allahun dhe dërguarin e tij. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u qetësoi zemrat ensarve. Ja u shnoshi mallin edhe gjokset e tënve. Tregon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, thot, pasha Allahun, thot, kur këqyra, thot, s'kishmet kërkush pe ensarve, vetë se ju kish la komplet ftyra edhe mjekra pe lotve. Thot, ato ishin momente të papërshkrueshme. Momente që na veç i përmendëm qështu, edhe si kemi përjetu, edhe Allah alem, a mujna mi përjetu në i herë. Ama, na i përmendëm qështu, e nashta në ngjallin dashni për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për këta burra ensar, me shpresë gjithmonë
që për shkak të asaj dashnie Allah Azza wa Jall më na mundsu me u bashku me ta në botën tjetër. Edhe mas kësaj ngjarje atë ditë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u të bun banor të Mekës për mja dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salam i pritke të kodra Safa, jo ato dy kodrat për dini Safa e Marwa, kush ka bë umre i din aty bëhet sa'i, ecja. Dhe të kodra Safa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ul diku pak në shpat, edhe Omer ibn Khattabi nënta, dhe vishin njerëzit banor të Mekës me ia dhënë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kish për të në të majt, vegjël, gra, fëmijë, gjithë banor të Mekës. Dhe ja dhënë besën për Islam edhe për nënshtrim. Alel Islami was sam'i wat ta'a. Për Islam edhe për dëgjim dhe nënshtrim. Kjo do thot ish besa që ja dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty që shkon me ja dhënë besën përmendet që shkoi Mujashi ibn Mas'ud as-Sulami, i cili e kishte sjell vllaun e vet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thot: "Ya Rasulullah, qad ji'tuka bi akhi litubayi'ahu 'ala al-hijra." O i dërguari i Allahut, thot ta kum sjell vllaun tim që me ja marr besën, me ja pranu besën për hijret. Ja pranu besën për hijret. Edhe përgjigja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mësimdhënëse shumë. Thot: "Dhahaba ahlul hijrati bima fiha." Thot njerëzit e hijretit e kanë sos shpërblimin e hijretit. U kry mo hijret. S'ka mo hijret. Dhahaba ahlul hijrati bima fiha. Njerëzit e hijretit, ata që kanë bë hijret deri tash, e kanë kry më punën e hijretit. S'ka më masodit dikush që mundet me marrë shpërblim të hijretit. Atër i thaj, ala ayyi shay'in tubayi'uhu. Atër i thaj, për çfarë punë më të dhënë besën pra? Tha, ubayi'uhu ala al-islami wal-imani wal-jihad. Tha, e lidhin besën për islam, edhe iman, edhe jihad. Ama për hijret, o kryma. Pastaj njët përmendet edhe Ja'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu, ky e çon te pejgamberi alayhis salam atë ditë babën e vet, Umayyan. E i thot: "Ya Rasulullah, bayi' abi 'ala al-hijra." Do i dërguari i Allahut, jepja, do thot, ka ardhur baba jam më të dhënë besën për hijret. Thot: "Bal ubayi'uhu 'ala al-jihad faqad inqata'at al-hijra." Thot përkundrazi, thot, ja jap besën për jihad veç. E lidhim besën për jihad, sepse thot hijreti më është shkëput, u ndalu, kry më hijreti. Tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha njerëzve: "La hijrata ba'da al-fath." Nuk ka hijret pas çlirimit më. "Innama kana an-nasu yafirruna bidinihim ila Allahi wa rasulihi an yuftanu." Thot sepse njerëzit më herët, në vitet e kalume, thot ikshin me fenë e tënve që mos me u bë fitne në fe. Thot ikshin me fenë për hir të Allahut Azza wa Jall që dikush mos me isprovu në fe. Wa qad afsha Allahu al-Islam fa haythu sha'a al-'abdu 'abada rabbahu. Ndërsa sot thot Allahu Azza wa Jall e ka përhap Islamin. Andaj robi e adoron Zotin e vet kudo që është. Thot sa ish koha kur muslimant ishin në gjendje të dobët, edhe qëndrimi i tynve në Mekë ose në venet e tjera ku boshin musliman në fiset e tynve, mujke me ardh dita që me i persekutu, me i torturu, atëherë njëri do të me ik, me dal, me bo hijret për me rujt fenë e tij. E deri sa u shliru Meka, sepse kur u shliru Meka, pastaj muslimant morën, çka? Morën fuqi.
Edhe gjitha fiset tjera mo e dishin që musliman tash nuk guxojna mi prek. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la hijrata ba'da al-fath, nuk ka hijret mas çlirimit, walakin jihadun wa niyyah wa idha istanfirtum fanfiru, mi po thot ka jihad edhe nijet. Jihad edhe pun pra. Andaj kur të thirreni për jihad, përgjigjuni. Thot deri tash njerëzit kanë bërë hijret për me rujt fenë e tyre, tash kanë ndru puna, tash mo muslimanët janë të fortë, tash muslimanët janë faktor. Kur të thirren tash shkametet, na do të me shku me çliru tokat e tjera. Na do të me çliru popujt e tjerë prej zullumit të shirkut edhe errësirës së kufrit. Andaj kur të thirren në xhihad, përgjigjuni. Kjo ishte pra fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e çlirimit. Edhe aty do thot kësaj përgjigjet pra ajeti kuranor ku Allah azza wa jall thot la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Thot nuk barazohen ata të cilët kanë shpenzu edhe kanë luftu para çlirimit. Thot këta kanë shpërblim shumë më të madh edhe në grad shumë më të lartë se sa ata të cilët kanë me shpenzu edhe kanë me luftu mas çlirimit. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Thot se cilës pal Allah azza wa jalla ja ka premtu të mirën. Dini se Allahu i di mirë punë që ju i bani, pa i njeh mirë punë që ju i bani. Do thotë ky ajet është një vindarse. Edhe kështu ndodhin histori. Do thotë çdo herë kur ulemaja kanë shkruar pastaj libra, edhe në ato libra i kanë përfshi sahabët për me njoftu njerëzit rreth sahabëve, kanë shkruaj kanë nda, domethënë. Çush i kanë nda, mas pari kanë hyn listë 4 khalifët, mas ne 10 përgëzumit me xhennet, mas ne njerëzit e Bedrit, mas ne muslimanët e parë, mas ne ata që kanë marrë pjesë në për luftra Meran, Uhud, do të thotë lufta Hendekut, deri te çlirimi. Te çlirimi e përmendin, do të thotë ky person u bë musliman mas çlirimit. Ky person u bë ka qenë musliman para çlirimit. Do të dita e çlirimit ka qenë një lloj vindarse. Edhe në punën e veprave. Edhe do thotë në tematikën e veprave. Ata që kanë kontribu para çlirimit nuk janë të njëjtë me ata që kanë kontribu mas çlirimit. Te Allah azza wa jall nuk mundet dikush, nuk mundet do thotë miu ik veprat e njerëzve. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu është khabir. Khabiri bjen ai që i njeh sanë të mirë në detaje. Allahu është khabir për veprat e juaja. Do të s'ka mundsi dikush, ndoshta kjo është mësim për neve, do thotë kur mos mu mërzit për punë që i bën. Kur mos mu mërzit. Nëse ti ki kontribuar në Islam deri sot, edhe mas teje vjen dikush tjetër që bën punë të mëdha dhe njerëzit i drejtojnë syt ka ai. Kur mos u tut se Allah azza wa jall veprat e tua, kontributin ton që ti e ke dhënë kur Islami ka qenë i dobët, kur s'ka më ta. Kur hiç. Dallon kontributi që ipet në kohë dobësie, edhe kur muslimanët janë pak, dallon kontributi masnej kur Islami bëhet i fuqishëm, a muslimanët janë shumë. Para çlirimit dikush që ka dhënë kontribut është desh mu ballafaqu me tërli zeze. O desh me bë hijret pe venit vet, ndoshta me lën familjen, me ardh në Medinë, do thot pa kur far pasunie. Edhe me luftun në ato kohra kur proporcioni u kon një musliman me 10 tani. Një me 70. Që si gjendje ka qenë. E ky nuk është njëjtë që ky, me ato i cili pastaj u forcu Islami, u bashkangjitën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur shkojnë në Mekë 10.000 persona. Ish ushtri e madhe ajo.
E pastaj pej Mekës kur shkojnë në Hunain, të cilën kena me përmend, edhe më shumë ishin, se u bashkangjitën e banorët e Mekës. E tash kur është një numër i madh, nuk është njëjtë sikur kur është numri i vogël. Andaj, kjo ish në një besimtari me kuptu realitetin se Allahu Azza wa Jall nuk i hup kontributi që ti e bën, e para, edhe e dyta me i nejt gati shanseve. Këto e kena përmend shpesh herë. Me i nejt gati shanseve. Kur të vjen një shans, duhet muslimani me shfrytzu. Ata që kanë mujt me shfrytzu shansat para shlirimit, lumë për ta. Ama, për shkak disave, sikur se Ikrime, i ka ik. Ndërsa Ikrime ka qenë trim. Khalid ibn al-Walid ka qenë trim. Për Khalid ibn al-Walid për pak e ka nxon periudhën para çlirimit. Ikrime u bë musliman pas çlirimit. Këta dy dallojnë pasaj. Edhe do thot edhe në ditën e sodit ne, sepse këto mësime që po i shpjegojmë, këto janë mësime që duhet me marr mësim ne personalisht, mi kuptu çush mi zbatu në jetën tonë. Edhe në ditën e sodit ne sa herë ka shanse me ndihmu diçka fejnë Allah të Azza wa Jall, kur muslimanët janë dobët, shfrytëzone. Kur dobët në çfarë do aspekti, si në numër, si ekonomikisht, si politikisht, si intelektualisht, shfrytëzoje kohën e tillë. Se kur të vjen masnej, kur të forcohet Islami, të forcohen Ahlus Sunnetit, të forcohen muslimanët, tani ti kontribon, është në rregull. Tani nuk është vlera e njëjtë. Kërkon dobët ndoshta ka mundsi kërkush sa vren punën tonë që e bën. Tani kur të bëhet një sen i famshëm, tani krejt e këqyrin, që filoni po punon, filoni po je, po... Ama, do thot, shpenzimi ati që e bën masit zmadhohen punt, nuk është njëjtë me shpenzimin e ati që ka dhënë atëherë kur punt janë kënd dopta. Këto duhet me kuptu edhe me pas qartë se veprat nuk janë gjithmonë të njëjta. Ka mundsi është e njëjta vepër, për një personi kur bëhet ka shpërblim të madh shumë, për një personi tjetër ka shpërblim më pak. Nuk është njëjtë sikur se një varfër i cili e jep 1 euro, ka mundsi që ka qenë gjysma pasurisë tij, se veç 2 euro i ka në xhep. Edhe një tjetër i pasën që jep 100.000, ama i ka 1 milion. Këto dyja nuk janë të njëjta, Allah Azza wa Jall. Sasia nuk çon pesh. Çon pesh ajo far realiteti i sakrificës që ti e bën për Allahun Azza wa Jall. Prandaj sikur që kanë përmend ulemaja, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Monet mendoj që puna me qenë një punë e vogël, një jeti me zmadhu, me bo shumë të madhe, e monet me qenë një punë shumë e madhe, mi po një jeti njerit me zvoglu, me bo të pavlefshme. Prandaj, duhet me pas këtë parasysh që njeri me shfrytzu shanset edhe kohrat, kur pazari i ibadetit e pazari i punëve të mira shkon shtrejt. Me shfrytzu që atë kohë që me fitu ma shumë të Allahu Azza wa Jall. Dita e shlirimit ka hala ngjarje, po ne personat do të përfundohemi me kaq ngjarjet e tjera, do thotë të ditës së shlirimit që na çojnë deri te ligjërimi e hutbja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë ditë. Inshallah shpresojmë te Allahu Azza wa Jall që të na mundsoj të përmendim në takimet tona të ardhshme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.